Armisi Stafa, personi që sipas pak pastronte paratë e vëllezërve Çopja në Elbasan, është arrestuar në Dubai me qëllim ekstradimin në Shqipëri, konfirmoi policia e shtetit me anë të një njoftimi. 36 vjeçari ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit të koduar Kordonët prej korrikut të vitit 2024. Gjykata e posaçme ka lëshuar një mas arresti në burg për Stafën, pasi sipas dosjes së SPAK ai në bashkëpunime të tjerë ka pastruar nëpërmjet shitblerjes automjeteve paratë e shtetasve Franz Gagarin alias Franz Çopja dhe Hajdar Bako, para këto të përfituara nga veprimtari kriminale të tregtisë së kokainës në disa vende të botës. Policia e shtetit thotë se arrestimi i 36 vjeçarit në Dubai u arrit fal shkëmbimit në kohë reale të informacionit me homologët në Emiratet e Bashkuara Arabe nëpërmjet shërbimeve të Interpol Tiranës në vijim të operacionit Wanted. Interpol Tirana ndërkohë do të vijojë procedurat me homologët në Abu Dhabi për të finalizuar procedurën për ekstradimin në Shqipëri të Armis Stafës. Pavarësisht vështirësive, Shqipëria ka arritur të ekstradojë disa të shumë kërkuar nga Dubai, mes të cilëve Florence Çapja, Julian Meçajn dhe Plarent Dervishin.